kërkesave të shumta nga banorët dhe Këshilli Lokal i Qendrës. Kjo iniciativë synon të rrisë sigurinë në komunikacion, sidomos në zonat e frekuentuara nga mësorët dhe nxënësit shkollor. Rrugët e brendshme të lagjeve që shpeshherë ishin të pambrojtura nga ndonjë sistem kontrolli të trafikut, tashmë do të kenë një qasje më të rregulluar dhe të sigurt. Sadudin Hasani, përfaqësues nga Këshilli Lokal i Qendrës, ka theksuar rëndësinë që ka pasur ky projekt për komunitetin lokal. Sipas tij, semaforët ishin një kërkesë e kamotshme e banorëve, veçanërisht në ato pjesë ku ndodhin shpesh aksidente apo ka lëvizje të dendur gjatë orëve të pikut. Atëherë, nderuar, a mund të na tregoni më gjithsesi për këtë projektin që tashmë Komuna e Prishtinës i ka vendosur këta semafor në përlagje? Si keni mirëpritur si Këshilli Lokal? Po, na si Këshilli Lokal i zonës Qendra, i mirëpresim çdo iniciativë që merret në mirën e qytetarëve. Këtu tash te rruga Recep Luci është duke u transformuar dhe me transformimin e saj janë vendosur edhe shenja sinjalistika dhe në të ardhmen do të shtohet edhe sinjalistika për kace, ku tash nuk jo vetëm me vendos një shenjë aty, po është edhe ky si semafor këtu, i cili i tregon kohën se kur është i ngjyra e gjelbërt kanë të drejtë për veturat për të hyrë anena dhe për më bë për nevojat që i kanë furnizimin e lokaleve apo diçka është me kohë të caktuar. Po Komuna e Prishtinës ka diskutuar me ju paraprakisht me qytetarë me marrë mendimet e tyre? Po, sa i përket transformimit të rrugës Recep Luci, Komuna e Prishtinës vazhdimisht ka pas kena bë konsulta, ka marrë debate publike me qytetarë, ku ka pas kush që ka pas ankesë, ka mujt me shfaq ankesën aty, po ata edhe i kanë marrë në nënshkrimet e banorëve të cilët e kanë përkrahur transformimin e kësaj rruge. Ai gjithashtu ka nënvizuar se bashkëpunimi me Komunën e Prishtinës ka qenë i frytshëm dhe efektiv, pasi kanë shprehur shqetësimet dhe propozimet e tyre. A ju kanë treguar pak a shumë se sa është kostoja e këtij projekti apo ju? Po, kostoja e projektit e kanë treguar është ajo, domethënë kanë qenë thirrje e hapur publike, në cilën kanë aplikuar kompanitë ndryshme, dhe sipas asaj thirrjes është dhënë oferta me çmimin më të mirë dhe u bë përzgjedhja e cila ka fituar. Po, a mund të na tregoni se a kanë treguar se kur do të përfundoj ky projekt? Për projekti edhe ne si qytetar me padurim e presim sepse është shumë pamje të bukura aty që janë në shpallje. Me padurim jemi të prit edhe është në përfundim me sipër. Tash ka mjetë soi pasheni vetëm shtrimi i pllakave, për cilat presim shumë shpejt të kryen. Ta semafora mendoni se kanë me liru pak qarkullimin e veturave? Po, veturat këtë nuk do të kenë qasje përveç qytetarëve, që veturat mund të qasin vetëm atëherë kur ka sipas orës, kohës të përcaktuar apo në raste emergjente. Sipas Komunës së Prishtinës, vendosja e semaforëve po bëhet në disa pika kyçe të lagjeve, përfshirë afër shkollave, qendrave shëndetësore dhe rrugëve të ngarkuara me trafik. Ky projekt parashihet të përfshijë edhe vendosjen e shenjave sinjalizuese shtesë dhe përmirësimin e infrastrukturës për mësorët. Banorët kanë mirëpritur këtë hap dhe shpresojnë se do të ndikojnë pozitivisht në uljen e aksidenteve dhe në krijimin e një ambienti më të sigurt për të gjithë.